Po tash këto janë çështje të partisë, të vetë partisë të Lidhjes Demokratike të Kosovës edhe të vetë kryetarit Lumirit, po them janë çështje, unë kam treguar edhe më parë që nuk jam antar i partisë, prandaj nuk ju përzihem në këto çështje. Unë ju kam ndihmu, më kanë ndihmu edhe ata mua, pra vetë Lidhja Demokratike e Kosovës e ka tregu që mendon jashtë partisë dhe ka qenë e guximshme me ftu dikën si unë, që jam jashtë partisë për me zhvillu kryeqytetin, pra dikon prej spektit profesional, jo politik, edhe këtë jemi duke e bo, edhe unë po them, nuk jam për brenda partisë, por i kam ndihmu partisë, pra kur nuk do me thonë këto mendësia që duhesh me konë gjithsesi brenda apo pjesë për me bo mirë, janë mendësi, po them, të demodume, ke metoda të ndryshme qysh mundet me hec shoqëria përpara, edhe këto janë elementet pozitive mendoj në shoqërinë tonë që po zhvillohen edhe uroj që edhe parti tjera të veprojnë ngjajshëm, pra të binë njerëz të cilët e dojnë vendin, të cilët janë profesionistë, të cilët munden me shty proceset përpara, e jo të mbeten vetëm me ato klikat e ngushta partijake që ndoshta mendojnë vetëm për vetveten edhe ato klikat e ngushta e jo për të mirën e përgjithshme shoqërore të vendit tonë, pra për te partive, për te kësaj mendësisë të ngushtë partijake.